Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Jemi duke shpjeguar librin Rruga Priftit në Islam. Kemi arritur tek tema e fundit apo kapitulli i fundit, kapitulli 9, para disa priftrinjeve misionarëve të cilët e kanë pranuar Islamin. Kemi pas në derset e radhës disa histori të vogla të secilit që kanë qenë krishterë ortodoks që kanë pranuar Islamin. Mirë, po ky është kapitulli i fundit i qëti prifti, që e ka shpjegu në detaje këtë libër, se vërtetimi se Muhamedi a.s. është dërguar i ynë përmes teksteve të Zeburit, Tevratit edhe Injilit, si dhe paralemrimet e të dërguarve të mëparshëm për shfaqjen e Muhamedit a.s. si i dërguar. Do më thonë, librat para Kur'anit kanë paralemru për ardhen e Muhamedit a.s. Kanë fshi, kanë hek, krishterë që kanë mujtë, mirë po disa sene kanë mitë. Fatë mirësisht. Thot, dijeni Allah i mëshiroft, se Muhamedi a.s. është vërtetuar përmes të gjithë librave, që a ka dërguar Allah azza njerëzve. Andaj të gjithë pejgamberët kanë paralajmëruar për ata. Kanë paralajmëruar për ardhen e Muhamedit a.s. Për këtë në kapitullin 16 të librit të parë të Teuratit, tregohet se Haxheria, bashkëshortja e Ibrahimit a.s. ka ikur nga Sara. E dini që i ka pasur 2 gra, apo Ibrahimi a.s. Thot, duke ikur nga ajo atë natë, ajo ka par melekun i cili është drejtuar me fjalët. Thot, çka dëshiron nga kjo ardhur? I thot melaqa. Ajo është përgjigjur, kam ikur prej Sarës, gruas tjetër të Ibrahimit a.s. Meleku përsëri tha, ktheu tek ajo dhe shërbej asaj. Tha se Allah do të gradoj ty më shumë pasardhës. Qërë tash? Allah ty ka me të dhonë më shumë pasardhës. Së shpeti do të mbetesh shtatzan. E ke për të lindur një djali cili quhet Ismaili, Jeshmaili kanë thonë ata. Për arsye se ndaj Allah të ke treguar devotshmëri, ke qenë devotshme. Thot, biri yt do të jetë nga njerëzit e dalluar, e të respektueshëm, dora ati do të jetë mbi të gjithë, kurse duart e të gjithë njerëzit do të jenë të shtrira ka ai, e në sundimin e tij do të gjendet pjesa më e madhe e tokës. Në sundimin e tij ka me pas pjesë të madhe të tokës. Kush ka me pas pjesë më të madhe të tokës? Që ata kanë qenë pak, është Muhamedi a.s. Dihet se Ismaili a.s. dhe fëmijët e tij nuk kanë sunduar pjesë të madhe të tokës. Thot, por fjala është me numrin e më të pasardhësve të pejgamberit. Kush ka qenë më shumë që ka pas pasardhës apo përkres apo i thor? Cili pejgamber është? Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. ditën e gjykimit ka me ardhur me i thor më shumë që e kanë pasu ata. Prej gjithë pejgamberve. Prej Nuhut a.s. deri te pejgamberi a.s. Besimi i tij ka qenë besimi islamit që në realitet ka përfshirë pjesën më të madhe tokës, vazhdimisht të zgjeruar, kurse pasardhësit e tij çka janë lindje dhe perëndim. Aq shumë është përhap feja Allahut subhanahu wa taala. A ishe musliman perëndim? A shen Skandinavi musliman? Në tanond ki musliman, subhanallah. Për këtë çështje kanë ndjeni dietarët jehudi edhe thot rabinët, por ata e mshifin këtë gjë, e din të vërtetën. Po e mshifin këtë gjë për Muhamedit a.s. Gjithashtu thot, mund të përmendet edhe thot në kapitullin 18 të Teuratit, kur Allah i është drejtuar Musait a.s. Se cilit pejgamber ju ka drejtu. Qa ka thonë? Thuaju Izraelitve, se në kohën e mëvonshme, shiko, do të dërgoj një pejgamber si që jetë ti. Si që jetë ti. Do të jetë nga pasardhësit e vëllezërve të tu. Thot, ai që nuk i dëgjon fjalët e mia, që do t'i shpall atij, unë do të hakmerem, kam i dënu. Ky tekst tregon se ai që do të shfaqet në kohën e mëvonshme nuk do të jetë prej izraelitëve, sepse i fundit nga ai kush ka qenë? I fundit nga izraelitët ka qenë Isa a.s. Ndërsa loza tjetër është e Muhamedit a.s. Sepse të gjithë apo e kanë lozën për Ibrahimit a.s. Pastaj Ishaku dhe Ismaili, një pjesë jahudit, pjesa Ben Israil, pjesa tjetër e arabëve. Apo e arabëve. Pastaj thot,
Ai takon drejt për zdrejti fisit e Ismailit. Ismaili është vllai i Ishakut, djemt e Ibrahimit a.s. Pastaj thot, Ishaku konsiderohet baboi i Izraelitëve. Ishaku është baboi i Izraelitëve. Ndërsa loza që ka Muhamedi a.s. me arabëve është e Ismailit a.s. Është e Ismailit a.s. Sikur paralajmërimit të përgëzonte për një pejgamber nga rrodhët e Izraelitëve, atë nuk do të ishte i nevojshëm si Hariqi. Se s'ka qenë nga Muhamedi a.s. nga Izraelitët. Apo, mirë po si Hariqi ka qenë loza nga Ismaili a.s. Jevrejt jahudit pranojnë se asnjë pejgamber pas Musait a.s. nuk i ka ngjarë atij e me atë ngjashmëri kuptojnë se kur një profet tjetër nuk ka ardhur pas tij. Isau nuk i ka përngjarë Musait a.s. Ndërsa Musai i ka përngjarë në karakter Muhamedit a.s. Pastaj thot, ai ishte filiz i vllazërisë së popullit arab pasardhësve të Ismailit, kush Muhamedi a.s. Shembullin vijues të katër autorët e Ungjilëve pajtohen me kallëzimin se Krishti para se të ngritej në qiell u ka thënë nxënësve të vet. Çfarë ju ka thonë? Me të vërtet po shkoj te babai im, te Zoti. Dhe thot, dhe babai juaj, te Zoti im dhe te Zoti juaj, duke ju paralajmëruar ardhjen e një të dërguari. Shiko, Jezusi, Isa a.s. Po shkoj tek babai im, tek Zoti, dhe te juaj. Dhe po ju paralajmëroj për ardhjen e një të dërguari. Thot, pas me emrin Paraklit. Që ky Paraklit, që do më thonë, ky emër është në gjuhën greke. Në gjuhën arabe do më thonë Ahmet, i lavdruar. Për kon është kjo? Ahmet i lavdruar për Muhamedit a.s. Në Ungjillën e Barnabas përmendet fjala Ahmet. Përmendet fjala Muhamedit, emri Muhamedit a.s. Po këta e kanë hik. Se kanë pranu, e kanë hik, e kanë bua apokrif. 100 vjet para ardhes Muhamedit a.s. më shkruar që ky Ungjilli sipas Barnabaut. Pse e keni hik? Ku pe dinaj që ka më ardhë Muhamedi a.s. nëse ka pas me rajt për shembull, se ka shupi kokës vetaj. Sot e ki Ungjillin sipas Barnabaut, e kemi edhe në gjuhën shqipe të përkthime që e trajton ardhen e Muhamedit a.s. Po me pranua të ribje që me godit fjene vet, apo? S'ka qysh. Pastaj thot, në gjuhën arabe do thot Ahmet i lavdruar, siç thot Allahu i Madhërisht në librin e vet Shahid, dhe kur Isa i biri Mariamës tha, o beni Israil, unë jam i dërguar i Allahut te ju, jam vërtetues i Tevratit. Si ju e keni lënë Tevratin jahudive, ja ka pru Isa a.s. mi ja plotsu Tevratin dhjata e re. Se Biblia është dhjata e vjetër, dhjata e re. Beslidhja e vjetër, beslidhja e re. E që këtë beslidhja e vjetër, ata e kanë lënë që të beslidhjen e vjetër, ka ardhë Isa a.s. ja ka plotsu ato çka e kanë lënë jahudit. Mirë po prap, kanë shpif. Prap kanë shpif derisa ka ardhur Muhamedi a.s. me Kur'an nga Allahu azza wa jall, edhe e kanë marrë në mbrojtje Kur'anin. Ose libra tjera nuk jemi të bindur, po e dim që është futur faktori njeri. Pastaj thot, o ben Israel, unë jam i dërguar i Allahut te ju, jam vërtetuesi i Tevratit që ishte para meje, dhe jam përgëzues për një të dërguar që do të vi pas meje, emri të cilit është Ahmed, është suratul Saf ajeti 6. Ahmed. Në gjuhën latine thuhet Biraklis, çka gjithashtu është përgëzuesi i emrit fisnik. Ky ka qenë shkaku kryesor i pranimit tim në Islam, thotë që ky prifti. Kur e kam një qëtë fjallë, Biraklis, thot me njëherë une u bo sebeb që kjo që e ka pranu Islamin, sepse me fjallën Biraklis është ngjashmëri e emrit Ahmed, ngjashmëri e dhe më thonë kuptimit të fjallës Muhamedit a.s. emrit Muhamedit a.s. Dhe kjo e ka pranu Islamin. Dhe çdo herë kom thonë, nëse një krishter prift i sinqert me Allahun azza wa jall dhe i ditur, nuk ka mundësi ndryshe përveç se me pranu Islamin. S'bën se tjetër. I sinqert një, i dishëm, a e pranon Islamin. Tek ne është e kundërta. Një musliman i pa sinqert dhe i pa ditur e pranon krishterizmin. Kryqin e ka gjysmë metra e ka këtu,
Apo, thotë zbesoj botën tjetër. Çfarë krishteri e vetë? Çfarë krishteri? Po krishterizmi e beson botën tjetër. Hajgarallëk po bëjnë. Se ç'po bëjnë hajgarallëk. Dom pi bëj kishës vet pi bëjnë. Po si jo sinqert Allah. Deri dje në kon në për shoha të ndryshme, në për degjërime të ndryshme, dhe sot më dalin edhe më shiesin mend. Po ashtu Gjoni në kapitullin e 15 të Ungjillit, të ti thot se Krishti ka thënë se Parakliti është ai që do të dërgoj babai im para ditës së fundit. Parakliti kush ke? I lavdruari Muhamedi alayhis salam. Dhe thot para ditës kiametit. E ai Parakliti është pejgamberi ynë Muhamedi alayhis salam, që i ka mësuar njerëzit çdo gjë që është shpallur nga Allah. Pas Isaut alayhis salam nuk ka ardhur asnjë pejgamber që i ka pas këto cilësi përveç se Muhamedit alayhis salam, dhe thot e për këtë aludon lajmi përgëzues. Gjithashtu është interesant se Gjoni në kapitullin e 15 të Ungjillit shkruan se Krishti ka thënë: Parakliti është ai të cilën do ta dërgoj babai im pas meje. Po kush është ai Parakliti atëra? Pas meje ka me dërgu, thot Parakliti. Do më thonë një pejgamber tjetër. Ai nuk do të flas nga vetvetja. Thot dhe ai nuk flet nga vetvetja, por se çdo gjë që ka i shpallët, apo thot Allahu subhanahu wa taala. Ai thot nuk ka me fol nga vetvetja. Pastaj thot do t'ju informoj mbi ngjarjet dhe misteret. Thot ky përshkrim e përshkruat i përshkruhet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu përsa i përket njohjes së ngjarjeve, thot dhe misterit mbi të cilën është fjala janë shkruar shumë vepra, të cilat e shkurtojnë këtë tematikë, ndërta është vepra e Shifa, thot Ibn Fadl Iyadit e kështu me radhë. Pejgamberinë e Muhamedit alayhis salam e vërtetojnë edhe librat e tjerë, përveç Injilit. Thot që shpallur pejgamberëve të tjerë salati dhe selama qofshin mbi të gjithë këta, siç ka bërë Davudi në Zebur në të 92 pjesë, ku thot konfirmoj se ai do të sundoj prej detit në det, e në krahina që i përshkojnë lumenjët. Ati do t'i vinë sundimtarët e Jemenit dhe të vendeve të tjera me dhurata. Qërë këtë po e përshkruan Muhamedi alayhis salam. Thot do t'i nënshtronë mbretërit duke e pranuar fen. E kanë bështruar, e kanë pranuar disa. Dhe udhëheqjen e tij, për atë do të luten në çdo kohë, duke i dëshiruar çdo të mirë për çdo ditë. Do të shkëlqejë, do të përhapet drita e tij nga qyteti sikurse bari. Thot që bleron tokën, do të jetë i përmendur dhe i lartësuar deri në fund kësaj bote. Emri i tij ka zanafillën para emrit të diellit. Këtë cilësitë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të gjithë cilësitë e cituara i takon vetëm të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, po ashtu më tutje i dërguari i vërtet në kapitullin e 3 të librit të tij thot: në kohën e fundit do të vi zotëria nga drejtimi i kiblës dhe njeriu i shejt prej malit faran. Thot ardhja e Zotit madhreshëm është ardhja e fjalëve dhe shpallja e tij, kurse njeriu i shejt është i dërguari ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ndërsa ardhja nga drejtimi i Faranit tregon drejtimin e Mekës dhe Hijazit. Gjitha këto argumente po aludojnë për ardhjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu kapitulli 4 në librin e tij tregon në kohët e fundit do të paraqitet një popull i mëshirshëm, i cili do të zgjedh kodrën fisnike. Çfarë? Do të paraqitet një popull i mëshirshëm dhe thot çfarë? Do të zgjedh kodrën fisnike. Do ta lartësoj Allahun azza wa jall. Pastaj thot do të tubon në advent duke ardhur nga të gjithë anët e botës. Dhe thot për të adhuruar vetëm Allahun, duke mos i përshkruar atij asnjë shok edhe ortak. Kodra e cila përmendet pa dyshim, cila kodër është? Arafati. Është Arafati. Domethënë po përmendet qysh më herët. Kurse populli mëshirues janë i tharët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Tubimi i bashkimi në atë kodër është tubimi i haxhinjeve ku? Në Arafat, në kohën e haxhit, ndërsa ardha atyre është me të vërtetë nga të gjitha anët e botës. Për gënjeshtrimin dhe mohimin e pejgamberisë së tij e bëjnë vetëm jo besimtarët. Kryeneçet, kryelartët e mallkuar, këta do të jenë
të lidhur me litarin e shejtanit. Na mjafton Allahu, sa madhështore mbrojtës i mirë është ai, fuqia dhe ndryshimi takojnë vetëm Allahut. Salati dhe selami qofshin për Muhamedit alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit, deri në takimin e radhës me priftrinjet, misionarët e epokës së re. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.